Përshëndetje, selam aleikum, paqja e Zotit qoftë mbi ju të nderuara, zonja Nëna Nuse. Kam një këshill për fëmijët dhe burrin, të cilët janë të parregullt dhe nuk e mbajnë pastërtinë. Paraprakisht, para se të jap këshillën, dua t'ju them një mendim timin jetësor, se nuk është filozofi se si e pastron shtëpinë, se çdo kush din me pastru në mënyrën e vet, por është filozofi e jetës se sa mundesh m'ia bë vetës dhe të tjerëve shprehi si me mbajtë pastërtinë. Nëse një nën i mëson dhe ja jep shprehi fëmijëve dhe burrit që çdo gjë që e merr e qet në vendin e vet, besoni, ajo nën një herë në javë ka me pas nevoj vetëm mi kry punët generale, sepse kur fëmiu një gjë e merr edhe i çon në vend, nuk ka nëna nevoj mu bë shërbëtorja e tij. Kjo gjithashtu vlen edhe për burrin. Është shumë okej gruaja me bë pastrimin general, qoftë me një ndihmëse që mundet burri m'ja pagu, zbohet nami një herë në javë m'ja çu një ndihmëse te shtëpia, ani pse gruaja jote është anvise dhe ajo ka nevojë për një relaks, për një pushim, sepse kur ta pastron shtëpinë një ndihmëse e shtëpisë një herë në javë, një javë ditë e ki gruan të freskët, të mirë, të qetësuar shpirtnisht e tjera e tjera. E lërë më për zonjat që punojnë, merre me mend nëse një herë në javë i vije çdo të shtune, ja pastron dikush shtëpinë, për një javë ditë gruaja juaj ka me qenë shumë e lumtur që të ka burr. Prandaj punoni me mend. Këshilla ime është kështu: mos jepni këshilla, sepse shpeshherë kur i këshillon fëmijët, ata këshillen edhe burrin. E shikojnë si kritik. Ndërka që kritika najherë din me qenë edhe si revolt, për inati burri nuk e bën. Ti i thu, mo bre mos i len çarapët aty, po për inati ti len. Ose fëmia, ti e këshillon, ai e sheh kritik, edhe nuk ka motiv për me e pastru s'paku dhomën e vet. Prandaj, ti ta një jetën, ki me qenë hyzmeqarja e tymve, mese me qenë zoj në shtëpi, por zoj bëhesh vetëm kur punon kështu, me këtë këshillën time. Unë e kam praktiku kur i kam pas fëmijët e vegjël dhe ka pas shumë ndikim pozitiv. Dhe sot unë nuk kam nevoj kur gjo mu marrë me shtëpin përveç punët generale. Prandaj, i kam vendosur ja do fletushkat vogla për më ju tregu juve se si duhet ti edukoni fëmijët, se si ta mbajnë pastërtinë dhe rregullsinë, jo si ta bëjnë, sepse ai që din me mbajt pastërtinë, rregullsinë, ai ka me ditë edhe si me e bë, si me vepru, si me pastru diçka. Po shkojmë pra te këto fletushka, notes. Për shembull, zakonisht ndonjëherë burrat din me lanë, marrin maicën, i marrin kreti, kanë çorapet, unë edhe drejtën me thoni shkruja, për shihni maica, brekt, gjata, dhe çorapat e shkurta, e tjera. Unë zakonisht i shkruj, sepse gjithmonë e kam ndihmësen e shtëpisë, s'paku një herë në javë, edhe ajo pastaj kur vjen, i din ku du të milon maicat, ku du të milon brekt, e tjera. Por shka me bo që fëmija shkojnë i marin, edhe vetëm një lëvizje, shikota. Edhe u kry puna. Pra, për me kuptu ata që janë gabim, vetëm ja shkrun emrin edhe mbylle. Pa ja shkrujt emrin, nuk ka ndikim. Pastaj, e shkrun emrin edhe mbylle. Unë e veç i kam ba si për test, si për m'ju tregu juve, sepse për veti unë nuk kam më problem se m'jën rrit fëmijat. Derën e lajnë hapur,
Mbyllë o zotëri, mbyllë, o i zonjush. Dhe dollapin e lajnë hapur, mbyllë, shkruja emrin edhe mbyllë. Këpucat, papuqet, i lajnë i marrin këpucat, papuqet i lajnë aty. Qitin vend, emrin, këpucat, papuqet në vend, zemër të lutem. E kështu me radhë. Prandaj, unë t'ju tregoj edhe këtu, e kam një lutje që e kam vendos të dera, edhe sa herë del vajza, burri, djali, këtë e lexojnë, sepse kjo është mbrojtje edhe brenda shtëpis, edhe jashtë shtëpis. Kështu pra, mos harroni bëni like, bëni follow. Hera parune që po inqizoj kështu me pasqyre, ko ka interesant. Qëtu po du me bëni dollap, po është si pun katrore. E këta mjeshtrit e Kosovës, kur po vinë, pi duket si janë një kozmike. Po, zot një thjesht, bone mbloje vetëm një dollap që tu po i thamë që shtu tak, me qit një dollap, edhe kretë të teshat më hynë atje. Që se ka naj mjeshtër i mirë që din vetëm me mi qit një dollap që tu prej nalti tak, prej tavanit poshtë, edhe i fus teshat mrenda, edhe fus maqinën mrenda, e tregoj edhe unë problemet e mija që i kam në shpi. Inshallah i gjejna mjeshtër të mirë që s'ma bon filozofi. Nuk po du raftin komplet mu kon me drasa. Veç një dras, 2 dollap, pa hec. Se kërkujve kjo dynja si kam bet. Mos harroni boni follow, boni like, edhe dërgoja një nanave, nuseve që kanë probleme me fëmi edhe me burrin. Bol po ta hekuros këmishën, pantollat, po t'i lanë, po t'i qetë në vend. Ma bre zotni, shko mere vetë se si ke dur të sakat, mbyllë dollapin, që ti spaku qarapat para derës dhomës gjumit jashtë, mande gruja i merë i lanë i shpërlan. Kukur, që ako me bo problem me gratë e juja. Shkruni komente, në qofse ju ka dalë problem me burrat, shkruni komente, e përmisoj jo në mandi.